Big Brother VIP Kosova 4 pritet të nisë më 31 tetor. Përgatitjet për edicionin e 4 të Big Brother VIP Kosova kanë filluar dhe sipas burimeve pranë programit, nisja e spektaklit mund të ndodhë më 31 tetor. Producente e këtij edicioni do të jetë Olsa Muhameti, ndërsa prezantimi do t'i besohet sërish Alaudin Hamitit dhe Jonida Vokshit, si në edicionet e mëparshme. Zgjedhjet komunale në Kosovë që do të mbahen më 12 tetor kanë bërë që nisja e programit të shtyhet pak. Dhe sipas planit aktual, Big Brother VIP Kosova edicioni 4 do të fillojë në fund të muajit tetor. Ndërkohë, ende nuk janë zbuluar emrat e banorëve që do të jenë pjesë e këtij edicioni, ndërsa fansat e spektaklit presin me padurim të mësojnë kush do të hyjë në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Përndryshe fituesi i edicionit të tretë u shpall boksieri Drilon Rama, i cili jeton dhe vepron në Gjermani. Ky edicion pritet të sjellë surpriza të reja dhe dinamika të forta mes banorëve, duke rikthyer audiencën përpara ekranit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.